Po, kisha 3-4 ditë pushim që kam folë edhe me trajnerin Silvinjo, kështu që i ka ti shija gjyshin dhe gjyshin në vendlinje, siç është e rëndësishme për mua që shumë pak kohë kam pas herët e kaluara, vitet e kaluara dhe kështu që ishte një gjë shumë e rëndësishme ta bëja dhe porosia sigurisht që ka qenë ajo që e keni dëgju besoj gjithë, po ne jemi 100% të fokusuar te ajo ndeshja dhe besoj gjithmonë ne lipim fitoren dhe kështu do jetë edhe nesër përballë kundërshtarit shumë të fortë, por ne gjithmonë jemi me synimin me fitu neshë. Da, bio sam kod mojih rođaka, odnosno dede i uže porodice. Jedno 4 dana sam imao odmora i zbilja sam se lepo odmorio i proveo, a taj mesaž koji sam ja dao, to je činjenica da smo fantastično pripremljeni i da očekujemo uspjeh za sutrašnjem meču. Berat, Endi Tufan nga Top Channel. Sa e vështirë është për ndarë emocionet në këtë ndeshje dhe për të përqendruar tek futbolli, sidomos për ju dhe disa lojtarë tjerë të cilët ndoshta kanë një lloj historie me këtë përballje? Koliko je vaše mišljenje za ovu utakmicu, posebno i igrači koji imaju jednu dužu istoriju o ovom meču između ove dve ekipe? Nuk besoj që do jetë shumë e vështirë, po prapë siç e tha ti, normalisht që ka disa gjëra emocionale që mund të ndjekin pak më shumë disa lojtarë, po prapë besoj që ne duhet të fokusohemi te futbolli, te kundërshtari jon, sidomos te paraqitja jon si kombëtarët, do të vëmë fokusin tek veta jon dhe besoj që ajo është gjë e rëndësishme nesër dhe emocionet sigurisht që duhet të jenë një ndeshje futbolli, po prapë duhet të mbaham nesër dhe të mendojmë vetëm atë ndeshjen dhe për 3 pikë. Berat, Rinald Bregasi, Radio Televizioni Pardon. Gospodin Đimšit je rekao da su fokusirani fantastično na ovo. Za nas ne interesuje osjećaj i pređašnja vremena, nego interesuje nas sutrašnji meč i tu smo fokusirani bez ikakvog drugog problema. Berat, Rinald Bregasi, Radio Televizioni Shqiptar. Sytë e gjithë kombit janë të ju nesër dhe këtë e dini. Padyshim është edhe i përgjegjësi e madhe. Sa tavë do t'jeni për ta transformuar këtë në një energji pozitive për të parë një Shqipëri zjarr nesër dhe një mesazh se si do t'jeni ju për gjithë ata shqiptarë që presin kaq shumë për jush? Pitanje je kako ste vi spremni jer imate neki mesaz za celu publiku, vatrenu publiku koji očekuju jedan pozitivan rezultat od vas. Shiko, mesazhi që mund të japim është vetëm ai në fushë me paraqitjen tonë. Besoj që mesazhi do jetë që të japim gjithçka në fushë, të lejmë gjithçka në fushë, sa atë që kemi brenda vetës dhe besoj pastaj edhe tifoz do trokasin, ndodh që ndodh, po besoj që jemi përgatitur shumë mirë për këtë ndeshje, siç e thash edhe më herët, kemi pas shumë kohë kësaj here me studiu mirë kundërshtarin, siç është shumë i fortë, po sidomos edhe lojën tonë si ta bëjmë nesër ta zhvillojmë, kështu që besoj që jemi të përgatitur. Mi smo dosta vrlo ozbiljno pripremljeni, rekao sam i malo pre, da ćemo mi se fokusirati isključivo na dobru igru, na borbenost i da na svaki način pokušavamo da dobijemo ovu utakmicu. Krisi Altari, Panorama Sport. Berat, Jovic, Vlahovic, në fund Samardžić, ky fundit shok ekipi. Nuk e di, keni biseduar me të para kësaj sfide dhe sa ju ndihmon ky fakt që janë 3 sulmues të cilët luajnë në Serie A? Pitanje je da li ste razgovarali sa Vlahovićem, Jovićem i sa Samardžićem koji je tvoj klubski drug o ovoj utakmici? Për me fol, nuk kam fol, vetëm me Samardžićin sigurisht që është e kam në ekip për çdo ditë në stërvitje, kështu që sigurisht që kemi fol, tash
nuk do të them këtu çka kemi fol, po bisedet kanë qenë shumë normale dhe po prap ajo që më thaj ti do ndihmoj janë 3 superlojtarë, nuk janë vetëm ata, është gjithë ekipi e Serbisë, ka shumë lojtarë të fortë individual dhe besoj të përshëndrohemi tek gjithë ekipi, jo vetëm tek lojtarët tek dhe ajo do jetë Chelsea nesër. Pitanje je bilo šta misliš, da li ste razgovarali sa Vlahovićem, Jovićem i Samardžićem i odgovor je da, sa Samardžićem jeste, jer smo klubski prijatelji, ali na vrlo normalan način i vrlo normalni razgovori koji non stop, pošto smo skupa u istom timu. Poštovanje, Berat, ovde Dušan Uštević, portal Telegraf RS iz Srbije. Vaša supruga je iz Srbije. Kako uopšte, možete nam otkrijete to, kako, da li je ona, da li ste pričali nešto sa njom pre ove utakmice, kako generalno gledate u domu oko ove utakmice? Zotni Berat, masi ju jeni prej bashortja juaj është prej Serbisë, edhe si po ndini vetëm kur bisedoni për këto ndeshje, për këto raporte të futbollit edhe të mirëqenies. Shiko, vetëm faleminderit për pyetjen, po unë nuk kam Hvala na pitanju. Nuk kam ardhur këtu me përgjigj për jetën time private, jam këtu për futboll dhe besoj këto çështje janë futbollit e jo personale gjimshitit që do bëhet nesër, kështu që besoj që lejmë me futboll. Mi smo ovde došli zbog fudbala, a ne zbog privatnih problema, odnosno normalnog života u mojoj porodici koja je prisutna u svim događajima koje ja iživljavam. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për kapitenin, cili mund talent të lirë të bashkohet me ekipin. To je zadnje pitanje za kapitena. Dhe fillojmë me pyetjet për trajnerin Silvinjo. Faleminderit. Një ty, po. Pozdrav za dobar dan. Molim? Može pitanje? Ok. Aha, të faqone mirë. Miloš Tonać, Sportal, pitanje za selektora Silvinja. Sad će onda teško da me pita për selektori. Ako može da... A me pita? Da, samo... Da, izvoli. Ako može da kaže ko je glavnu pretnju iz reprezentacije Srbije, koji su najbolji igrači, od koga vidi najveću pretnju i da li smatra da je ova utakmica protiv Srbije može da odredi, u velikoj meri može da odredi stanje u grupi, s obzirom da Albanija u slučaju poraza će jako teško čak i do baraža. Po pyet zotnia, si e çmon ekipën e Serbisë edhe për cilë lojtarëve ka më tepër që është i kujdesshëm, edhe në qoftë se edhe çka po mendon për kombëtarën e Serbisë, a ka me pas sukses për me shku më atje, ose Shqipëria në qoftë se hup, a ka shansa tjera për me qenë prezente në ligë? Come valori la selezione di Serbia e quali giocatori puoi dire che sono più pericolosi? Se Albania o Serbia vince o perde quella partita, come sarà il percorso di queste qualificazioni per tutte e due squadre? Përshëndetje. Quanto riguarda la prima domanda, loro sono una squadra forte, sappiamo tutti, hanno, al di là del calciatore in avanti, Mitrovic che è stato qua un'ora fa, Vlahović, Jovic, hanno altri calciatori forti, sono calciatori fisicamente potenti, che gli spiace tantissimo la transizione, ma lasci stare, è una squadra forte. Noi abbiamo i nostri calciatori anche, abbiamo Broja, Manayu, Zunni, Nedim Varami, sono fieri di loro. Penso che domani fuori andiamo a vedere una bellissima gara, magari possiamo sfruttare tutti. Quanto riguarda la domanda di vinci, perdi, pareggia, poi l'ho detto già una volta, tutti gli allenatori fa il lavoro una gara per vincere. Io ho sentito
competenti, esperienti, buon allenatore di loro, Dragan Stojkovic, poi anche lui prepara una partita per vincere, noi prepariamo per vincere, dopo è una bella gara, a 90 minuti può succedere tutto, è tutto molto veloce, ha ragioni la domanda, è tutto molto veloce la qualificazione per un mondiale, dobbiamo prepararci bene e magari possiamo andare in avanti e fare una bellissima gara con 3 punti. Ata janë një ekip i fortë, të tashmë e din, kanë lojtarë të fortë edhe individualisht si Mitrovic, Vlahovic, Jovic, por nga ana tjetër edhe ne kemi lojtarë shumë të mirë, si Broja, Uzuni, Mana, Enedim Bajrami, për cilët jam shumë krenar. Janë një ekip fizikisht shumë të mirë që kanë dhe bëjnë një tranzicion shumë të shpejt. Nesër shpresoj që ne të kemi një ndeshje të bukur, të gjithë trajnerët e përgatisin një ndeshje për ta fituar. Dëgjova edhe trajnerin e kundërshtarit, i cili po të njëjtën gjë përgatit ndeshjen për ta fituar. Kjo është, shpresoj që ne të dhurojmë një ndeshje të bukur, janë 90 minuta janë shumë të gjata edhe mund të ndodhë çdo lloj gjëje. Ndërkohë që ky rrugtimi drejt botërorit është shumë i shpejtë edhe do të presim se si do të shkojë, por që futemi në ndeshje për të marrë 3 pikët. Da vrlo dobro poštuje srpsku reprezentaciju. I spomenuo imena Jovića i Vlahovića i slični, također da i mi imamo naše igrače koji su vrhunski, sve to. Svetsko prvenstvo je dugačko, kratko, da bi se to moglo već reći sad ko je šta je, jer kvalifikacije su kvalifikacije, tako da razmišljamo i mislimo da ćemo i ja i moj kolega Stojković, vrlo kvalitetan trener koji zaslužuje da vodi tu reprezentaciju, da bi u svakom trenutku znali gde smo, šta smo za ti 90 minuta. 90 minuta je kratko, ali šta je tu je. Okej, Mr. Elvis Rexha, Digital. E para, si është gjendja e skuadrës, duke qenë që vim në fundin e një sezoni të lodhshëm për shumë lojtarë, dhe e dyta, marrë shkas nga ndeshja me Andorën, ku ju luajtët me 2 sulmues, Broja dhe Manaj. A do të kemi nesër në fushë sërish 2 sulmues për ngacmuar portën e Serbisë? Prvo pitanje je šta misliš o sutrašnjoj utakmici, da smo sa 2 napadača Brojom i Manajom, ili da li ima neko drugo rešenje za sutrašnju utakmicu? Come si trova la squadra e i giocatori dopo una stagione che è stato troppo lungo? La seconda domanda, contro Andorra avete giocato con 2 attaccanti, Broja e Manaj. Può essere una possibilità con questa partita di giocare di nuovo con 2 attaccanti? Përshëndetje, Brama. Quanto riguarda la prima parte della domanda, io ho visto anche tanti allenatori che si sono lamentato, è vero, è una situazione difficile. Qualcun calciatore è finito il campionato 10 giorni fa, 15, è un momento, ma quello è per tutti, per loro, per noi, per tutti gli altri. Il calendario accorcia, è difficile. Ma noi siamo preparati, abbiamo fatto 5-6 giorni di fila, molto buono. Sì, domani 19:45 faccio vedere a voi, tutto può succedere in una formazione di calcio, è buono. Abbiamo visto l'ultima gara anche contro Andorra, abbiamo fatto qualcosa diversa, dobbiamo pensare bene quanto riguarda loro, è una squadra diversa certamente, fisica, forte, molto tecnica, transizioni. Dobbiamo capire i calciatori adatto per fare questo lavoro, già manca poco, abbiamo una seduta adesso, ma sicuramente in testa ce l'ho già praticamente l'11. Può succedere tutto, è giusto. Është e vërtetë, sepse shumë trajnerë në fakt ankohen për situatën e lojtarëve pas sezonit, sepse ndodh shpesh, është një kalendar pak i vështirë në këtë periudhë, plus edhe ndodh shumë shpesh shumë lojtarë ju bie të kenë 10 ose 15 ditë pushime përpara se të bashkohen kombëtares. Por kemi bërë 5 deri në 6 ditë të mira rresht trajnim, stërvitje me lojtarët, por që nesër në orën 19:45 do t'ju bëjnë dije formacionin. Gjatë ndeshjes me Andorrën kemi bërë disa ndryshime, kanë rezultuar mirë, por kjo është skuadër komplet ndryshe, fizikisht, teknikisht, kanë tranzicion të shpejt po ashtu. Kemi dhe një stërvitje të fundit sot, edhe nesër, e kam paka shumë në mendje 11 që do të startoj nesër, por që pritet të shohim se si do të vendosim.
Ja imam osjećaj ko će, svi 11 igrača koji će biti sutra, međutim, veliki je problem kad se prvenstvo završava, onda su igrači umorni i onda treba da se odmore, ali imamo kvalitetni ovi nedelju dana koje smo se dosta dobro pripremili i čini mi se da ću sutra imati ovaj kompletan uvid u sastav naše ekipe. Mjesër Erel Kodeli, Televizioni Klan, një nga mediat e ekipit që na viziton ka arritur që në mënyrë klandestine, mund të themi, të bëj edhe disa xhirime apo regjistrime të ndjekës së Serbisë dhe kombëtarës shqiptare. Mendon që ata kanë të qartë atë që do t'i presin fushën e lojës nga ana e Shqipërisë, jo vetëm në aspektin tekniko-taktik, por edhe nga grinta, nga dëshira për ta fituar, për të marrë rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Una stampa dei nostri avversari in un modo clandestino, posso dire, ha visto, ha partito qualche immagine del nostro allenamento. Pensi che loro hanno una idea chiara di come voi giocate domani, anche dal parte tecnico, fisico e anche psicologico, forse? Përshëndetje. Io penso che non ha niente da nascondere in questo senso. Loro hanno visto 5-6 gare da noi abbiamo visto loro contro Austria 2 gare, abbiamo visto Danimarca, abbiamo visto Svizzera, abbiamo visto Spagna, è tutto lì del calcio, ma è certo dopo, come l'ho detto, c'è un momento che fa una scelta al di là di tattica e strategica di un calciatore più adatto secondo me, dopo di là si farà la stessa cosa. No, non mi preoccupa per niente di spia, no, per niente. Gli da nascondere niente, loro ci conoscono benissimo, noi a loro parliamo ragazzi un'altra volta di calciatori forti che il mondo conosce di loro, ma certamente anche il nostro. Nuk kemi asgjë për të fshehur, ne kemi parë 5-6 ndeshjet, ata kanë parë 5-6 ndeshjet të fundit tonat, po ashtu ne kemi parë ndeshjet e tyre ndaj Danimarkës, ndaj Zvicrës, ndaj Spanjës, i kemi analizuar. Nuk mendoj që kanë arritur të kapin ndonjë element, sepse shumica e gjërave bëhen sigurisht në stërvitje, por që nga aspekti strategjik më së tepërmi. Ata na njohin, po ashtu ne i njohim, e ritheksoj që të dyja kampet kanë lojtarë shumë të njohur në nivel botror. Da mi se znamo obe ekipe i mi smo pratili njih, oni su nas pratili, tako da su dve ekipe maltene totalno informisane, a da oni imaju izvanredne igrače, također i mi imamo izvanredne igrače, tako da mislim da je to, da je situacija vrlo čista i objektivna. Përshëndetje, Mr. Endi Tufa, Top Channel. U bët gati mbi 2 vite gjysmë që drejtoni të skuadrën. Në prag të kësaj ndeshje, keni parë apo keni vënë diçka ndryshe nga para përgatitja e këtij takimi për sa i përket dozave emocionale që kanë lojtarët në këtë përballje dhe ju vetë jeni përfshirë apo keni menduar që t'i ndani lojtarët të djenjave personale me ato të futbollit? Vi ste 2 godine trener ove ekipe i da li ste uticali na emocije igrača za ovu specijalnu utakmicu? Penso che ho capito. Più di 2 anni e mezza che voi siete allenatore della nazionale, avete visto qualcosa differente nel parte emozionale per questa partita, forse anche dei giocatori? E avete lavorato in questo senso? Përshëndetje, Tufa. Ma guarda, è certamente che è una gara diversa. Ieri, oggi e domani. Sarà sempre sarà diversa, sempre. Ma come l'hanno detto tutti i che sono qua dentro di questa parte di loro, anche di noi, è una bella gara sportiva, 90 minuti con calciatori forti, buoni, l'ho detto, 2 allenatori, mi metto lì, il Pani anche, penso che sono un buon allenatore anche, poi da sfruttare i 22.000 tifosi che abbiamo domani qua fuori, da sfruttare come hanno fatto sempre insieme da noi. Loro sono molto importanti per noi, saranno domani un calciatore in più per noi,
nostri tifosi, magari possono sfruttare di tutto, perché avevamo una richiesta di 800.000, non so, una roba del genere, 22.000 è arrivato qua. Volevo portare mio papà, ma il Brasile è troppo lungo. Poi da sfruttare di una bella gara difficile, i calciatori sono preparati, certamente. Është një ndeshje ndryshe, sot është një ndeshje ndryshe, dje ka qenë ndryshe, nesër do të jetë gjithmonë do të jetë ndryshe nga të dyja kampet. Por shpresojmë që të udhërojmë një ndeshje të bukur nga aspekti sportiv, 90 minuta të bukura për të shijuar. Të dyja skuadrat kanë lojtarë të mirë, kanë dhe trajner të mirë, mund ta fus këtu edhe veten time ta konsideroj një trajner të mirë. Uroj që ta shijojmë, sidomos edhe 22.000 tifozë të cilët do të jenë në stadium. Kam dëgjuar që ka pasur mbi 800.000 kërkesa për tifozët, kështu që janë me fat ata që janë në stadium dhe si gjithmonë mbështesin skuadrën edhe janë një lojtar shtesë për ekipin ton. Unë madje doja të sillja edhe babain tim nga Brazili për ta parë ndeshjen, por që ishte një udhëtim shumë i gjatë. Të gjithë lojtarët janë gati edhe shpresoj të shijojmë një ndeshje të bukur nesër. Da je utakmica, svaka utakmica je važna, svaka utakmica je važna za sebe, svaka utakmica je različita, tako da trebamo zadovoljiti 22.000 ljudi koji će biti prisutni navijači, a čuo sam da imamo oko 800.000 karata su hteli koji su bili navijači, a drago mi je da nije interesantno, ne bi došao moj otac iz Brazila da pogleda utakmicu i da vidi utakmicu. To je sve. Apologies to the room that I ask in English this question. Nick Ames from The Guardian, nice to see you again. You've obviously got a lot of experience of big games, huge games as a player and coach. For a lot of these players, they're going to get to be hearing a lot of external noise. Even if you try and keep it in-house, they're going to be having social media, they'll be talking to their friends, lots of people from outside telling them what a big game this is. Is it good that they hear some of this noise, or do you have techniques for blocking it all out? Juve si lojtarë keni pasur eksperiencë të madhe, edhe si lojtarë dhe si trajner me klube të mdhaja, njëta gjë sigurisht edhe për lojtarët të cilët ju servisni, por që në ditët e sotme me median, me rrjetet sociale, ata janë vazhdimisht në kontakte dhe të një lloj presioni që ndodh për rreth. A është diçka e mirë ajo çfarë diskutohet edhe flitet në përgjithësi, edhe se si do ta menaxhoni këtë pjesë? Pitanje je, vi ste kao veliki stručnjak i sa velikim iskustvom o ovoj utakmicu. Šta mislite, da li osjećate nešto drugo na ovoj utakmici ili je to sve normalno? Listen, it's good to see you here again. True, I've been playing a lot of big games. The preparation is really special. It's a nice one. That case, but in my case, so I'm talking about more than 15 years ago, we didn't have a million socials, so it was easier for me, for the players. Sometimes I speak to the players and I said to them, listen, you have to focus on the work and the training 1 hour and a half, 2 hours in a day, but you cannot avoid it. So the new generation, they are used to it. Even I don't care about them because they are, as I said, they are used to it. So the new generation, they don't care about. But that moment, I think the message for everyone is, goes out, you have 90 minutes to play, enjoying the game. Is hard, difficult, tough game, respect your opponent, but you have an opportunity in your hands to go out and to do everything really special. Just leave the core, leave the soul in the pitch. That's my message for everyone. How about the new generation? Nothing to say, nothing to do, but that's it. Është vërtet, unë kam luajtur në ndeshje të mëdha përgjatë karrierës time, por edhe që kanë pasur një peshë dhe një përgjegjësi të madhe. Por e kam bërë këtë gjë 15 vite më përpara, kur rrjetet sociale nuk është se ishin diçka kaq e madhe sa sot. Unë flas vazhdimisht me lojtarët, i them që të fokusohen më tepër tek stërvitja dhe tek gjërat që kanë rëndësi në fushë, por që në kohën time ka qenë pak më e lehtë, ndërsa sot me këtë gjeneratën e re duket sikur nuk është se ju intereson aq shumë dhe janë të fokusuar tek rrjetet sociale. Mesazhi në këtë rast është që janë 90 minuta ndeshje, duhet ta shijoni këtë ndeshje, sigurisht me respekt ndaj kundërshtarit, por që keni një mundësi në duart tuaja për të bërë diçka të mirë edhe të lini zemrën edhe shpirtin në fushë.
Rekao je da pošto su sad elektronika i novi mesaži, situacija drugačija i tehnička, jer u moje vreme toga nije bilo, i smatram da i sad stojim iza toga i da je situacija takva da samo koncentrisani da bude lepa utakmica, lep doživljaj za celu publiku i za sve nas. Po? Edmond Thaqin nga Radio Televizioni Kosovës. Dihet që për shqiptarët në përgjithësi kjo ndeshje është shumë e rëndësishme, njëkohësisht edhe është emocionale. Për trajner, sa e keni përgatitur ekipin psikikisht për t'i dhënë shikuesve jo vetëm, por edhe futbollistëve që vinë nga Kosova? Per tutti gli albanesi questa partita è troppo importante, ma quanto è la squadra preparata psicologicamente, anche i giocatori che sono da Kosovo? Pitanje je bilo kako ste psihički pripremni za ovu utakmicu i da li ste na to uticali, da ste pokušali da smirite igrače i sve to. A što je Koptova? Folj. Sa i ka përgatit ekipin psikologisht, të thot për këtë ndeshje, do të thotë që ka një emocion të veçantë. Koliko ste pripremili psihički ekipu protiv ove ekipe Srbije? To je suštinsko pitanje. Allora? Finita? No, devo rispondere, certo, ma è finita. Percendetje, mi brama. Guarda, l'ho detto già alla prima o seconda domanda, loro sono tutti preparati, di tutte e due parti, di là e di qua. È una partita diversa, certo. Ieri, oggi e domani, sempre sarà una partita diversa. Ma quando parliamo di sport, di calcio, si va al campo a giocare calcio. Forte, bene, ma calcio. Intensità alta di gioco, calciatori di altissimo livello, eccellente allenatore di là, ottimo allenatore di qua, si parla e si va di calcio. Loro sono assolutamente preparati, i calciatori già hanno vissuto quello da tante volte in vita sua, poi è una in più e sono assolutamente sicuro che sono tutti preparati. E thashë edhe më përpara, të dyja skuadrat në fakt i kanë përgatitur, nga të dyja palët janë të përgatitura, sigurisht që është një ndeshje ndryshe, sot, nesër gjithmonë do të jetë një ndeshje ndryshe, por që kur flasim për futbollin, flitet në fush, edhe do jenë ndeshje, do të futesh në fush me intensitet edhe çfarë ndodh më pas do të shikohet vetëm brenda fushës. Nga ana tjetër kanë lojtar të mirë, po ashtu edhe neve. Po prap skuadra tjetër ka një trajner të shkëlqyer, mund të them që edhe nga skuadra jonë një trajner shumë të mirë, kështu që do të flasim vetëm me futbol. Priča je da ne interesuje nas ništa osim fudbala, suštinski to je odgovor, da oni imaju odličnog trenera i mi imamo i ekipu i mi imamo isto odličnog trenera i daj da razgovaramo samo o fudbalu, a ne o nekim drugim temama. Mirë, edhe kjo ishte pyetja e fundit, ju falenderoj shumë për nin, di që do doni të vazhdoni të pyetje, por koha në dispozicion është e kufizuar, ju falenderit shumë dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Grazie.